kryesore të pjesës të GLP-1-shit është që të heqin komplet obsesionet, duke filluar nga substancat të ndryshme, bigjozi, shopping apo çdo lloj gjë tjetër. Dhe duhani mund të bëjnë këtë alesh. Ja, shikon. Kështu që këtë përfitimet të tjera. Absolutisht. Nuk mund ta besoj këtë gjë. E di S'ka problem, mund të sjell statistika që ta shoh. E di pse? S'ka rëndësi fare, absolutisht nuk mund të jetë e vërtet. Pse? Do ta japun argumentin ty pse. Domethënë pa ju futur fare gjërave profesionale që këtu askush nuk do t'i kuptonte, përveç profesionistëve, por po të them, mendimi është abstrakt zotëri. Varësia, obsesioni është abstrakt. Nuk ka medikament në botë antipsikotik, antidepresiv. Jo nuk po flasim për depresionin dhe për psikozën. Të cilat mund të shkatrojnë dhe mund të zhdukin obsesionin, fiksimin dhe varësin e cila është e fituar e njësire dhe në kohë, e cila lidhet sërish me një obsesion apo me një fiksim apo me mendim që është problemi ka rënjë diku tjetër, i cili do kohë të shkojnë deri atje, ta gjejmë, ta rregullojmë, që të mos e kemi. Luciano, ta hedh poshtë plotësisht kategorikisht 100%. Ti mund ta hedhësh, mund ta jap me ka ilaç që të heqë obsesion. Dëshirën e kishim persona me OCD, me obsesion, të cilat janë raportuar në klinikat tona në psikiatri dhe në klinikat tona rastet e ankthit me tipologji të OCD-s janë në shtim. Pse ndodh kjo? Për fenomenin e jetesës me të cilin jetojnë. Pikërisht nga këto trende që i mësohen shoqërisë, i imponohen shoqërisë, apo në mënyrë të vetëdijshme apo marketingu, janë shumë gjëra që shoqëritë sot, se nuk është vetëm problemi jonë, ky është problem gjithandej. Që promovohet, po, eksakt, imazhi bukurisë, standarde, shumë gjëra, suksesi, shumë gjëra. Çfarë mund t'i themi njerëzve që kanë përdorur Buxharo? Ka shtuar problematikat e Luciano, çfarë do i thuash njerëzve që kanë përdorur Buxharo? E kuptova. O terrori, o te ty do vinë. Çfarë sinjali do t'i thuash tani te kamera këtu personave që kanë përdorur Buxharo? Domethënë nga çfarë duhet kenë kujdes, çfarë problematikash mund të kenë nesër nëse e lënë, nëse nuk din të ushqejnë etj. Po, nuk ose duhet t'i buzëqeshin jetës. Duhet të bëjmë përsëri kujdes me gjumin, me ushqyerjen, mos ta abuzojnë me alkoolin, me substanca narkotike. Po ta abuzojnë me alkoolin e narkotikës se s'janë mirë natrut. Po, GLP-ja edhe mund ta bëj këtë Ozempik. Mos t'i bullizojmë? Bëse kur i themi gjërat nuk i themi troç, kupton ky është problemi. Për një është mirë më shumë interesante ai postimi tani, po nuk po e thua siç duhet unë studio. Drejtuese e kamerës dhe ma thuaj siç e the aty ose edhe më bukur akoma. Po, do me thënë duke qenë se mbërja e Buxharos ose Ozempikut krijon rënje në peshë, që Buxharo bie, dhe me thënë, statistikisht është diku te 20-25%, kurse Ozempiku më pak, është fetpedi, është djami, masta djamore, cila shkrin, ashtu si kurse edhe në fytyrë. Masta djamore duke shkrirë merr me vete edhe masën e muskulit, duke bërë zvoglimin e masës djamore, ashtu si kurse bën elaksisitetin e lëkurës. Dhe ashtu si kurse tha dhe juve, një pesh, njëri që ka qenë 100 kg dhe është dobësuar në një kohë diku të shkurtër, një vjeçare, 25 kg, me njëherë është i dukshëm në fytyrë. Dhe prandaj vjen ndërhyrjen estetik.